Policia financiare po heton punën e higjienës komunale, pasi kryetari Gjeorgjevski akuzoi për një sër keqpërdorimesh në këtë ndërmarrje publike me vlerë rreth 300 milion euro. Ai tha se është takuar personalisht me policinë financiare dhe se përveç pagave të dhëna për persona që nuk paraqiteshin fare në punë, janë konstatuar edhe abuzime të tjera. Sipas tij, duhet të ketë përgjegjësi ai që ka nënshkruar, por edhe drejtori që e ka miratuar atë. Тоа се лица кои што со месеци некои со години не оделе на работа, а земале плат. Има таму лица, но еве во интерес на истрагата не можам во детали да влегувам, кои што дури се наоѓаат во куќен притвор или се затвореници. Замислете, а земале плата од градот Скопје. Има под интелектуални услуги активирано камиони со астрономски суми исплата на физички лица кои што работеле наводно за комунална хигиена. Gjeorgjevski shtoi se hetimi mund të çojë edhe në institucione më të larta, si vetë qyteti i Shkupit, dhe se do të lërë organet kompetente ta përfundojnë punën. Dje prokurori i shtetit Lupço Kocevski e ftoi kryetarin që nëse posedon prova të tilla, t'i dorëzojnë në Ministrinë e Brendshme ose në Prokurorinë Publike. Gjeorgjevski tha se do ta bëjë këtë. Ќе го направам. Јас немам намера никого да го штитам, вклучувајќи се и себе си. Секој што направил одредени прекршувања, за тоа треба да одговара. И тука треба законот да биде јасен за сите, но и поступувањето треба да биде подеднакво за сите. Ish-kryetaria Danela Arsovska një ditë më parë quajti gënjeshtar Gjeorgjevskin dhe e ftoi të publikojë me emër e mbiemër të gjithë 500 të punësuarit që sipas tij nuk kanë shkuar në punë. Gjeorgjevski u përgjigj se nuk ka problem t'i publikojë, por për ftesën e Arsovskës për debat televiziv, tha se ajo duhet të komunikojë me institucionet përkatëse e jo me të.